deri këtu, gjithë ne kemi studiuar, gjithë ne kur kalojmë andaj, mendojmë se ai objekti më vonë Mitrovicës dhe objekti tjetër është kthimi në muzeut. Edhe pse dimë se ai muzeu është në kontekstin për shkak të punës private, por mendojmë se komuna duhet bëjë diçka që ta kthen vendit e rinovos. Si do ta kthen një pasi që po përmendni dhe se ka kontekst aty pronësor? Problemi më i madh që unë mendoj është se zhvillimi i hovshëm i individit dhe jo i shtetit ka bërë që individi të jenë mbi shtetin. Unë mendoj se edhe shteti, kur individi është i fortë dhe shteti i dobët, nuk mund të kthehet. Unë do doja që individi të jetë i dobët dhe shteti të jetë i fortë. Dhe përdor shtetin mund t'i kthejmë gjitha, por nëse ne llogaritim se individi është më i madh se shteti, vërtet është problem me kthy. Unë mendoj se shteti mund ta bëjë të vetëm mund ta kthej. Faleminderit. Zoti Mund ka dy prioritetet e lëvizjes vetëdijse, është era parë në një pjesë pranë zgjedhjeve komunale për qytetin e Mitrovicës. Faleminderit atë. S'pari shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë bashkëqytetarët e mi, kudo që janë që na përcjellin me këto. Vizioni i lëvizjes së vendosur është lëvizja përfundimisht për qytet të lirë, do të thonë lëvizje me sundim të ligjit, me punësim më të madh, me rastësar, se asistencë sociale në qytet me perspektiva lëvizja dhe vendosin mbështetjet në alternativën e saj qeverise, e cila përbohet prej 3 shtyrave, do të thonë shteti i drejtësisë,